Duke qenë se jemi në ditët më të mira të vitit, të jetës, jemi në 10 e parë të muajit Dhulhigje, ka kohë që du që në këto ditë të begata, ta trajtojmë edhe një temë që jashton edhe më begatin veprave brenda këtyre ditëve. Kemi të bëjmë me niyetin, me qëllimin që konsiderohet se është kushti thelbësor, kriteri thelbësor i pranimit të veprave. Pra kërkohet që niyetin, qëllimin, ta e fisnikrojmë me qëllim që veprat tona të mbërrinë tek Zoti i Madhërisht. Prandaj dhe për këtë çështje më së miri na ka porositur pejgamberi alayhis salam, siç është i njohur hadithi i Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Vërtet veprat shpërblehen sipas nieteve, sipas qëllimeve, dhe vërtet se çdo kuj, çdo njeriu i takon ajo për çka ka vendosur. Pra, në bazë të kësaj këshille profetike, i bie se çdo lloj vepre që ne e bëjmë vlerësohet sipas niyetit. Dhe këtu hyjnë të gjitha llojet e veprave. Edhe veprat e zemrës, edhe veprat e gjuhës, edhe veprat e gjymtyrëve. Pra kemi vepra të ndryshme dhe me qenë se kemi lloj-llojshmëri të veprave, kemi edhe qëllime të ndryshme. Prej veprave të zemrës është si për shembull frika ndaj Zotit të Madhërisht, mbështetja në Allahun xhallal xhelalu kështu me radhë. Prej veprave të gjuhës janë përmendja e Zotit të Madhërisht, këshilla ndaj të tjerëve, udhëzimi i të tjerëve e kështu me radhë, ndërsa prej veprave të gjymtyrëve janë të gjitha veprat që bëhen me gjymtyr, pra që bëhen me dorë, me këmbë, sikur që është falja e namazit, sadakaja, zakati, ndihmesa, bamirësia ndaj të tjerëve kështu me radhë. Pra për të gjitha këto vepra kërkohet niyeti i mirë, qëllimi i mirë dhe në bazë të qëllimit që kemi edhe arrim edhe gradën e shpërblimit. E gjithsesi që niyeti, qëllimi është edhe mjeti kryesor që i dallon këto vepra. Pra veprat e njerëzve dallojnë me niyet, me qëllim dhe jo gjithherë me praktik. Sikur se fjala bie, një person e bën pastrimin e trupit për të relaksu. Dhe një person tjetër pastrohet sepse e ka detyrim, e ka obligim. Ne në aspektin e jashtëm nuk mund të dallojmë se këta dy persona që u pastruan, për çfarë arsye u pastruan. Por niyeti është ai që bën dallimin. Pra, niyeti bën dallimin dhe kategorizimin e veprave. Sikur që i pari pra u pastruan aspektin tradicional, ndërsa i dyti për shkak të adhurimit. Pra në bazë të niyetit që ka bërë dhe shpërblet e Zotit. Ashtu siç bën niyeti pra kategorizimin e veprave në shpërblim, që i bie se mund t'i shohim dy persona që secili nga ta fal nga 2 rekate namaz. I pari ka fal 2 rekate nafile, kurse i dyti 2 rekate farz. Ne nuk mund ta dallojmë në aspektin e jashtëm, mirë po në bazë të qëllimit të niyetit të tyre edhe shpërblehen. Pra, niyeti është ai që i dallon veprat. Me niyet shpërblehemi. Me niyet mrim, si thonë dietarët islam, me niyet mrim çka nuk mund të mrim me vepra. Andaj, sa më tepër duhet ta fisnikrojmë niyetin dhe niyeti duhet të jetë vetëm për Zotin e Madhërisht. Andaj, niyeti pra dallon adhurimet nga tradita. Vetëm me niyet, me qëllim, dallojmë pra veprat, aja që bëhet për Allahun dhe aja që bëhet për përditshmëri. E gjithsesi që fisnikrimi i niyetit dhe sinqeriteti duhet t'i pri kësaj vepre madhore. Sinqeriteti është shumë i rëndësishëm për t'i pri veprave. Andaj kërkohet që në çdo vepër që e kryjmë t'jemi të sinqert me Zotin e Madhërisht. Përveç që e bëjmë niyet, pra duhet t'jemi edhe të sinqert, siç Zoti në Kur'an thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Robët e mi janë të urdhëruar që Allahun të adhurojnë duke qenë të sinqert. E çfarë i bie t'jemi të sinqert në kryerje të veprave? I bie që mos ta shoqërojmë asken me Allahun atë vepër.
pastaj të mundohemi atë vepër ta mshefim, mos ta publikojmë, pra të ruhemi nga syefaqësia, të vendosim që veprën që e krymë ta e din vetëm Zoti xhelel xhelalu. Pavarësisht a e vlerësojnë njerëzit apo nuk e vlerësojnë. E duke qenë se njerëzit shpeshherë janë edhe përbuzës që kanë të bëjnë me veprat të cilat janë vepra humane, praktikisht ato që kanë të bëjnë me relacionin njeri-njeri, kur duam ta ndihmojmë një njeri, gjithsesi që shpeshherë ndodh që njerëzit të jenë përbuzës ose jo mirënjohës, mirë po ne duhet jemi të sinqert, ndihmën që a bëjmë të tjerëve, ta e bëjmë për Zotin, e për të qenë pra kjo vepër, për të arrit gradën të Allahu, pra të mundohemi ta e ruajmë atë, ta e mshefim atë, mos ta e publikojmë. Duke qenë se njeti është i rëndësishëm, vendi i njetit pra është zemra. Zemra është organi kryesor në trup, ose siç thonë urtakët, është komandanti i gjymtyrëve. Prandaj dhe tham se veprat e zemrës janë kryesore dhe janë më të rëndësishme tek Zoti i Madhërisëm, nga se janë të mbrëmshme. Kështu që vendi i njetit është zemra dhe gjithsesi që vazhdimisht besimtari duhet mirret me pastrimin e zemrës, t'i flet zemrës, ta rregullon zemrën, sepse për zemrën kemi dhënë llogari para Zotit të Madhërisëm, siç Allahu xhelel xhelalu përshkruan një prej lutjeve të Ibrahimit a.s. thot: "Wala tukhzini yawma yub'athun." O Zot, mos me turpro në ditën e ringjalljes. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Atë ditë ku nuk ka dobi, as pasuria e as fëmijët, illa men ata Allah bi qalbin salim. Përveç atyre që vinë dalin para Zotit me zemër të pastër, me zemër të qiltër. Pra i bie se fisnikrimi i njetit dhe qëllimi i mirë bajnë që vepra del e mirë. Andaj të mundohemi që vazhdimisht t'i flasim vetvetes, ta rregullojmë qëllimin ton dhe zemra jon të jetë sa më e pastër, me qëllim që vepra të vlerësohet dhe të mbërrinë te Zoti i Madhërisëm. Mbetshit nën përkujdesin e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullah.